Fundi i korrikut shënon konsertimin e traditës me besimin fetar në dropull. Banorët e shumt, por edhe ata që kthehen nga emigracioni, shfrytëzojnë momentet për të shmallur me njerëzit e të afërmit. Kremtimet në kishën historike të Shën e Premtes filluan në mbrëmjen e ditës së shtunë, me qindra besimtar nga të gjitha fshatrat e dropullit. Erdhën të falen në këtë kishë historike, në këtë kishë tradicionale. Dhe natyrisht, festa vazhdon, gjithë mbrëmjen e ditës së shtunë, por edhe ditën e diel që kremtohet Shën e Premtja. Shën e Premtja e mbar për gjithë banorët e dropullit, të fshatit të Riat, por edhe 15 kisha të tjera, të cilat kremtojnë këtë emër të hynor në gjithë zonën e banuar nga minoriteti etnik grek, në bashkinë e dropullit dhe në bashkinë e Finikit. Festa popullore në Riat zgjati deri natën vonë, duke dhënë mundësinë banorëve nga të gjitha fshatrat e dropullit të shpalosin virtytet e mikpritjes së dashurisë për vetëlindje, ndërsa festa e Shën Pandelejmonit në Likomil ringjall ndjenja nostalgjie. Ndërsa kremtimi i Shën Pandelejmonit këtu në Likomil të dropullit sipër, zakonisht mbledh banorët e 9 fshatrave të zonës malore të kësaj njësie administrative. Historikisht, kremtohej Shën Pandelejmoni para vitit 1167 dhe natyrisht me zakone, me rite, me tradita të hershme, ku ndërthuret besimi fetar me traditën e kësaj zone. Ndërsa pas viteve 90, banorët e kësaj zone, vit për vit, çdo 27 korrik, mblidhen këtu dhe festojnë, kremtojnë të shenjtin e tyre. Prandaj dhe banorët shprehin me nostalgji për këtë takim popullor. Kjo është një gjallëri që po bëhet vitet e fundit, po edhe në fshatin tonë. Shikoni këtu tani se sa njerëz ka. Në zemrën e tyre tani është dashuria për njëri tjetrin, dashuria për krahinën, dashuria për ortodoksin, se ne jemi vetë ortodoks, edhe patjetër do me thënë takohemi me njëri tjetrin, takohemi, kuptonë, çmallemi, edhe kjo është ndjenjë jo e mirë, po jashtëzakonisht shumë e mirë. Njerëzit ndjejnë kënaqësi se janë bashkojnë njëri me tjetrin, e parashën bashkojnë njëri me tjetrin, bashkojnë të afërmit, bashkojnë fshatarët, gjithë, edhe të afërmit nga do që të vinë. Tani është koha më mirë, koha e festave, është koha më mirë për gjithë emigrantët, edhe për ne që jetojmë këtu. Festat tradicionale në dropullit vazhdojnë në muajin që vjen, kryesisht prej datës 6 deri në datën 18 gusht.